Teksa vendi ka hyrë në stinën e nxehtë, temperaturat në qarkun e Elbasanit kanë pësuar një rritje të konsiderueshme, e cila ka filluar të japi efekte që në ditët e para kryesisht sa i takon problematikave me shëndetin. Mjekët në Elbasan thonë se ekspozimi për një kohë të gjatë në të nxehtë mund të sjellë probleme serioze në shëndet. Bluzat e bardha sqarojnë se cilat kategori janë më të rrezikuara nga i nxehti. Grupmoshat më të rrezikuara janë fëmijët dhe adoleshentët, gratë shtatzëna, moshat e treta dhe pacientët që vuajnë nga sëmundje kronike. Simptomat më të shpeshta që shfaqen janë marrja e mendve, ngërçet muskulare, dhimbja e kokës, të përzjera, në raste të dëmtimit të rënd të termorregullimit të trupit, kemi rritje të temperaturës, mund të shkojnë mbi 40 gradë, çrregullime të vetëdijes, dizorientim në kohë të hapësirë, lëvizje të pa koordinuara, konvulsione dhe kjo është një gjendje që gjithashtu rrezikon të jetën dhe duhet pasur kujdes. Në momentin që kemi ndryshime të ndërgjegjes të koshencës tek njerëzit, duhet kërkuar ndihmë menjëhershme mjekësore. Mjekja tregon disa nga mënyrat më efektive për të qëndruar të sigurt dhe të mbrojtur, edhe kur është e nevojshme të punohet në ekspozimin e rrezeve të diellit. Duhet i shmangin sa të jetë e mundur. Gjithashtu, kujdes të veçantë duhet bëjnë dhe disa kategori njerëzish që janë të shëndetshëm, por që punojnë vazhdimisht në temperaturat larta, siç janë njerëzit që punojnë në bujqësi, punëtorët e ndërtimit, zjarrfiksët, dhe këto duhet kenë kujdes të veçantë që ta shmangin sa të mundën pikun e orareve me temperaturat larta. Vapa mund të shkaktojë probleme serioze të cilat tek personat që vuajnë nga sëmundjet kronike mund të jenë me risk, ndaj tregon se kur duhet të drejtoheni në urgjencë. Kur dehidrimi është i rënd që kanë filluar, siç u thash dhe më parë, çrregullimet e vetdijes, ka të vjella, dhimbje të forta koke, duhet patjetër të kërkohet ndihmë mjekësore. Në raste të lehta, si për shembull krampe, marrje mendje e lehtë, duhet thjesht shmangja nga burimi i nxehtësisë, vendosja në një ambient të freskët dhe në hije, nëse është e mundur në ajër të kondicionuar, marrja e lëngjeve të freskëta, rihidrimi sa më i shpejtë. Veç të nxehtit në vendin tonë janë ende në qarkullim virozat e stinës, ndaj kujdesi duhet të jetë i shtuar.